Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është pyetur sot nga gazetarët nëse flet me liderin e nismës Fatmir Limajin, me të cilin kam pasur koalicion parasjedhor. Haradinaj dhe Limaj janë parë në seancën e kaluar që nuk kanë komunikuar mes vete, ndërsa ludohej nëse të njëjtët kanë folur para seancës. Më ka përshëndetur dhe për mirësjellje ja kam dhënë dorën. Më tha, a pe pim nga një cigare, i thash jo se e kam lënë, u shpreh Haradinaj. Lideri AK-s i pyetur tutjen nëse e ka lënë koalicionin parazgjedhor me Partinë Nisma Social-Demokrate, ashtu si cigaren. Ai tha se është Limaj ai që ka ikur në mënyrën më të turpshme. Jo se kam lënë, po ai na ka ikë në mënyrën më të turpshme që mundet me bë dikush, u shpreh Haradinaj. Pak para fillimit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputetja e zgjedhur Duda Balije ka reaguar me një mesazh të fuqishëm në rrjetet sociale. Në një postim në Facebook, Balije ka theksuar integritetin dhe përkushtimin e saj ndaj komunitetit që përfaqëson, duke deklaruar: "Ka nga ne që nuk e shesin besimin për një karrige." Reagimi i saj vjen në një kohë kur partitë politike janë në negociata të ndjeshme për formimin e qeverisë së re, ku edhe votat e komuniteteve jo shumicë, si ajo bosnjake, luajnë një rol kyç. Duda Balije është një nga figurat më të zëshme të komunitetit të bosnjak në Kosovë dhe ka qenë vazhdimisht aktive në çështjet që kanë të bëjnë me përfaqësimin dhe të drejtat e këtij komuniteti. Një nga kërkesat kryesore që Balije ka artikuluar publikisht është krijimi një komune me shumicë bosnjake në Kosovë, një kërkesë që ajo e ka vendosur si kusht për përfshirjen në cilin do koalicion qeverisës, përfshira të Albin Kurtit apo të partive opozitare. Sipas saj, kjo nuk është një kërkesë e re, por një aspirat e kahershme e komunitetit bosnjak, që daton mbi 20 vjet më parë. Balije ka theksuar se krijimi një komune të tillë do të ishte një hap i rëndësishëm drejt përfaqësimit të drejtë dhe fuqizimit të komunitetit që ajo përfaqëson. Sipas saj, komuniteti bosnjak ka qenë historikisht i marginalizuar dhe shpesh i harruar në ndarjen e pushtetit dhe të resurseve publike. Kjo kërkesë megjithatë ka nxitur debat të gjerë në skenën politike të Kosovës, sidomos në kontekstin e ndjeshëm të krijimit të komunave etnike dhe çështjeve të ndarjes territoriale. Pavarësisht sfidave, Duda Balije ka treguar një qëndrim të palëkundur, duke deklaruar se nuk do të bëjë kompromis në këtë drejtim, edhe nëse kjo nuk kuptojnë qëndrimin jashtë pushtetit. Reagimi i saj shërben si mesazh i qartë për partitë politike që kërkojnë aleancë me të, duke vënë pas se çdo bashkëpunim duhet të bazohet në respektimin e kërkesave dhe të drejtave të komuniteteve jo shumicë, e jo vetëm llogari politike. Me këtë qëndrim, Balije duket se po përpiqet të vendosë një standard të ri të përfaqësimit politik, ato të ndershmërisë, integritetit dhe përkushtimit ndaj votuesve.